Ka përfunduar investimi i Bashkisë së Shkodrës në rrugën Mehmet Xhelil Fishta. Banorët shprehen mirënjohjen e tyre për zgjedhjen e një problemi 30 vjeçar. Ata shprehen se kjo ndërhyrje vjen në një kohë kur prej 3 dekadash zona ishte lënë në harres dhe kushtet e rrugës u kishin vështirësuar jetesën. E kena merë prit, ka 29 vjeç jam këtu, asisën mas shikjesh dhe shikja posetat, si janë ba drejt me rrugën, 60% në Shkodër që me dali ke një plam në rrugë, që është një defekt e firmës. Falendere edhe bashkin, ne kena këntu, pa drita, pa gjana, tu jena me nëriqim, me ujë sjes, kanalizim, ujë në zezët, të tonë gropa jena këtu. 30 shpi me gropa, kena pas motorinat, pa ujë sjes kena pas, e kena ble ujën. E tash jena gjdo gjanë regull. Këto jena me fjallë dikut 35-40 familje. Kena 30 vjetë me fjallë që s'kena pas as ujës, drita, nëriqim, posetat e ujnave zezët, ata në me gropa septike. Ka kanë ujë i dhe në zjumë. Fëmijët i kena marrë hopa ose në bicikleta për mi qunë në shkollë. Se s'kena mujtë, ka kanë e pakalushme. As kena pas ujna, as kena pas drita, as kena pas rrugë, dhe man, si me kanë maje malit. Rruga ka kanë mizere, ka kanë shumë e keqe. Uj, plot, gropa, plot. Tash t'i u ban shumë mirë. U ban shumë mirë. Falemnderoj bashkinë që e ka fut në projekt. Tu ka pas met gati si në Qeqeni. Këtu s'ke pas ku kalon. Këtu janë nisë fëmija për shkollë, kanë shkuat lagun. Janë këthë në shpi, kanë artë lagun. Këtu gjdo zja me përshku me pakërku të bashkia Shkodrës deri para 2 vjetëve këtu nuk ka qaskush. Punimet përfshin asfaltimin dhe ndërtimin e kanalizimeve për ujrat e bardha e të zeza, duke përmirësuar ndjeshën jetesën në këtë zonë. Në këtë lagje ndollen edhe fusha sportive, ku stërviten mbi 100 fëmijë të moshave të ndryshme, të cilët më parë kishin vështirësi të vazhdueshme për shkak të mungesës së infrastrukturës.